Ajo që do ndajmë bashkarisht sot me ndihmën e Allahut të Lartësuar është disa kuptime rreth një fjale madhështore që e ka thënë një prej nxësave të dërguar të Zotit të Lartësuar, një prej sahabëve të mëdhenj. Sahabëve të mëdhenj për sa i përket rolit, peshës, zemrës, besimit, kontributit, kurse për sa i përket fizikut, ishte nga ata më të imët në mesin e sahabëve. Dhe bëhet fjalë për Abdullah ibn Mas'udin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe pak përshkrim në lidhje me këtë njeri kaq madhështor, besoj se secili prej jush e kujton momentin kur ishte duke u ngjitur në palë Abdullah ibn Mas'udi. Dhe në një moment ju shfaq diçka prej kërcirit të këmbës së tij. Dhe filluan sahabët të bënin shaka me të dhe filluan ta ngacmonin, sepse kishte kërcirin e këmbës e kishte të hollë. Pra ishte imët, ishte i dobët. Dhe pejgamberi alayhis salam i pa se si po e ngacmoni dhe se si po bënin shaka me vëllain e tij dhe thot, dhe pastaj u thot, apo bënin shaka dhe po qeshni për faktin se vëllai tuaj ka kërcirin e këmbës të hollë, apo është i dobët, është i imët, pasha Allahun e Lartësuar. Këmba e tij do të peshoj më shumë, pra do të peshoj në peshorën e Allahut në ditën e gjykimit më shumë se mali i Uhudit. Më shumë se mali i Uhudit. Mal afërsisht 8 kilometrë, imagjinoni pak për madhështinë apo madhësinë apo peshën e tij, këmba e Abdullah ibn Mas'udit, që ishte një prej atyre këmbëve më të imta, më të dobta në mesin e sahabëve, do të peshoj më shumë se sa mali i Uhudit, dhe këtu i dërguari i Allahut të Lartësuar transmetoi një bindje, një koncept, një parim që njerëzit janë madhështorë tek Zoti i Lartësuar, jo me fizikun e tyre, jo me pamjen e tyre, jo me ndonjë element prej elementeve të caktuar të kësaj dunjaje për të cilin njerëzit ndoshta i japin jetën dhe garojnë, mirë po njerëzit janë madhështorë tek Allahu i Lartësuar, me madhështinë e zemrës, me delirësinë e gjuhës dhe me madhështinë e kontributit të tyre. Për këtë arsye mos u çuditni, thot pejgamberi alayhis salam. Çfarë na transmeton ky njeri madhështor? Dhe s'ka dyshim që nuk e ka nga mendja e tij, po e ka nga tërësia e kuptimeve madhështore që ka marrë nga shkolla profetike, sepse ishin nxënës shumë të vëmendshëm. Absolutisht kur fliste i dërguari i Allahut të Lartësuar, secili prej tyre rinte, mbante një qëndrim të palëvizur, saqë dikush e përshkruan dhe thot, nuk ishte çudi që të zbriste mbi kokat e këtyre njerëzve apo mbi shpinat e këtyre njerëzve zogu, shpendi, sepse i konsideronte se diçka e palëvizshme, si send, si gur, sepse kështu përpiqeshin të përthithnin, të bënin pjesë të jetës së tyre mesazhet të dërguar të Zotit të Lartësuar, sepse ishin të bindur në mënyrë absolute se në këto mesazhe nuk ishin thjesht tinguj të cilët transmetoheshin apo dëgjoheshin. Por aty ishte xheneti i tyre, aty ishte jeta e tyre, shpëtimi, kënaqësia e Zotit, sukseset e kësaj dunjaje dhe sukseset e mëdha të botës tjetër. Çfarë thot Abdullah ibn Mas'udi? U drejtohet një ditë shokëve të tij, apo ndoshta nxënësave të tij. Dhe thot, pasha Allahun Lartësuar, nuk ka ndonjë adhurim më të plot, më madhështor, pas besimit, pas i ke besuar, se sa mendimi i mirë për Zotin e gjithësisë. Dhe pasha Allahun që nuk ka Zot të drejtë të vërtet përveç tij. Nuk ndërton dikush prej robëve raport me Allahun në bazë të mendimit të mirë për të, veç se Zoti i gjithësisë do ta trajtojë atë sipas mendimit që ka ky njeri për Allahun Lartësuar. Dhe pastaj në fund thot, dhe a dini se përse? Sepse e gjithë e mira është në dorë të Allahut. Që do thot, Allahu nuk kursehet dhe Allahu nuk ka mundësi që tjetë diçka dhe ta pengoj apo ta privoj, ta pamundësoj atë për diçka. Dhe këtu ndërtoj, skaliti një parim madhështor. Parim me anë të cilit ne orë të nderuar duhet në mënyrë të pa diskutueshme të organizojmë dhe të ndërtojmë jetën tonë. Shikojmë muslimanët ditë një vështrim. Rreth këtij parimi jetojnë, rreth këtij parimi veprojnë, organizojnë dhe ndërtojnë përditshmërinë dhe jetën e tyre. Cili është ky parim? Mendimi i mirë për Allahun e Lartësuar. Husnu dhanni billah. Mendimi i mirë për Allahun e Lartësuar. Nuk mund të gjesh, pasi ke thënë
Eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Pasi ke deklaruar, ke dëshmuar se Allahu ekziston, është i vetmi që i meriton adhurimet tona dhe se Muhamedi është i dërguar i Zotit, pasi e ke thënë këtë fjalë dhe je futur automatikisht në këtë fe madhështore, nuk mund të aktivizohesh gjatë ditës dhe natës me adhurim më madhështor se sa në çdo çast dhe në çdo moment të mendosh mirë për Allahun e lartësuar. Dhe ke për ta parë se si Allahu i lartësuar do të mahniti. Dhe ke për ta parë se si Allahu i lartësuar do të befasojë dhe do të befasojë ata që jetojnë përreth teje. Sepse e gjithë e mira është në dorë të Allahut, thot. Dhe Allahu nuk kursehet. Dhe gjithë pushteti është në dorë të Allahut. Zotëron gjithçka dhe mjafton të thot për diçka bëhu dhe bëhet. Dhe këtë e kuptuan më së miri, mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Këtë e kuptuan më së miri sahabët, gjenerata e parë që edukoi dhe formoi pejgamberi alayhis salam dhe gjithë njerëzit madhështorë që kanë shkelur në tokën e Zotit të lartësuar. Kanë jetuar me këtë kuptim dhe kanë organizuar jetën e tyre me këtë parim. Sepse Allahu i lartësuar thot në hadithin kudsi, ana inda dhanni abdi bi. Unë do të jem për robin tim siç ai mendon për mua. Le të mendoj për mua si të doj. Unë do të jem për robin tim siç ai mendon për mua. Dhe këtu është pjesa e parë e këtij hadithi kutsi, është përgëzim madhështor prej Allahut të lartësuar. Pjesën e dytë të këtij hadithi nuk gabon edhe nëse e merr si kërcënim. Le të mendoj për mua si të doj. Do ta gjej Allahun lartësuar siç ka menduar për Zotin e gjithësisë. Dikush thot s'ka për të më falur Zoti, ashtu do ta gjesh Allahun lartësuar, s'ka për të të falur. S'ka për të më furnizuar Zoti, kohë të vështira, krizë, do vdesim urije. Së çuditë të vdesësh urije. Sepse me këtë përditshmëri jeton, me këtë mendim ke ngulitur në zemrën tënde për Allahun e lartësuar. Nëse dikush, edhe musliman, edhe besimtar, jeton në panik, jeton në frikë, gjithë ditën jeton me kronikën e zezë, probleme shumë, hallet, dunjaja vështirë, harron që ka një Zot, që gjithë shka është në kontrolin e tij, është në mbikëqyrjen e tij, në kujdesin e tij, në urdhrin e tij. Atëherë kështu do trajtojë dhe Zoti i lartësuar. Prandaj le ta organizojmë dhe le ta ndërtojmë jetën tonë dhe ta jetojmë jetën tonë me mendimin e mirë për Allahun e lartësuar, ashtu do ta gjejmë Zotin e gjithësisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj Muhamedi alayhis salam i jep një ditë urdhrin e prerë, duke thënë të mos guxoj dikush prej jush ta gjej vdekja vetësa duke menduar mirë për Allahun e lartësuar. A dikush prej jush, pa do të thotë që të gjithë secili prej jush, në momentin që e gjen vdekja, duhet vetëm të mendoj mirë për Zotin e gjithësisë. Si të mendoj mirë, ka deri i Zotit edhe pse erdhi, dhe do të gjej një Allah, një Zot i cili do të përfshinë mirësitë e tij dhe në mëshirën e tij dhe kështu me radhë. Për mos të zgjatur të nderuar. Thjesht po ju shkëpus disa fragmente të shkurta të cilat jam i bindur që kanë qarkulluar mes jush, nuk se do t'i dëgjoni për herë të parë. Mirë po është e çuditshme dhe Allahu është i madh, se si këto tekste të cilat ne i kemi dëgjuar dhe ne i dim përmendesh, sa shumë kemi nevojë të jetojmë në përditshmërinë tonë me to, për të ngulitur pikërisht këto koncepte dhe këto mendime, sepse nuk janë të vogla, janë shumë të rëndësishme. Unë po ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë, dhe përgjigjen e ka vetë brenda. Kur zbret Allahu i lartësuar ajetin, wallahu ya'asimuka minan nas, Allahu ti të mbron prej njerëzve. I drejtohet Muhammedit alayhis salam, Allahu o ti i dërguar transmeto atë për të cilën je urdhëruar dhe Allahu të mbron ti prej njerëzve. E dini sa si veproi dhe çfarë bëri pejgamberi alayhis salam, doli përpara sahabëve dhe u thot: secili prej jush të shkojë në shtëpinë e tij. Deri në këto momente, të dërguar një Zot lartësuar e bënin me radhë disa prej sahabëve dhe ruanin ata. Ishte më se normale në Medinë, armiq ishin të shumë, të brendshëm dhe të jashtëm. Dhe si rrjedhoi e ruanin të dërguar një Zot lartësuar. Zbret ajeti Allahu të mbron, të ruan ti prej njerëzve. Si e interpretoi këtë ajet pejgamberi alayhis salam? U thot sahabëve që në këto momente nuk dua roje personale. Si s'do roje personale? Po. Pse kjo gjë? Allahu të mbron ti prej njerëzve. Ju besoj se keni dëgjuar dhe lexuar orë të nderuar që sa më kujtohet
grua ka qenë daneze apo norvegjeze, ka pranuar Islamin vetëm nga ky citat. Ka lexuar historinë e dërguarit të Zotit lartësuar për të parë, për të kuptuar çfarë ka në brendësi të jetës së këtij njeriu, të veprimtarisë të këtij njeriu që e ndjekin në mënyrë fanatike afërsisht 2 miliard njerëz. Çfarë ka vepruar ky njeriu? Dhe u befasua ushtang dhe aty u përqendrua pikërisht në këtë fragment. E dini se çfarë tha? E dini se në cilin konkluzion doli? Thot, nëse ky njeriu do të ishte mashtrues, nëse do të ishte gënjeshtar, nëse do të manipulonte njerëzit, nuk do mashtronte veten e tij. Nuk do mashtronte veten e tij, të thoshte shkoni në shtëpinë tuaj se mua më mbron Allahu. Ku do ta gjente atë guxim, atë siguri? Kush e ka bërë për njerëzve të tjerë që nuk kanë një raport korrekt me Zotin e gjithësisë këtë vepër? Prandaj tha, ky është i dërguari i Zotit dhe unë dëshmoj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe pranoj Islamin. Pranoj Islamin sepse ky njeri edhe nëse do mashtronte gjithë dunja, nuk mund mashtronte veten e tij. Tani nëse ky njeri sallallahu alaihi wasallam Muhamedi alaihi wasallam nuk do të kishte mendimin absolut, bindjen e prerë se Allahu i lartësuar do ta ndihmonte, më thoni, do i kishte thënë Saad ibn Abi Waqasit, Ebu Ejubit el-Ansariut dhe dikujt tjetër që e ruani, do i kishte thënë, s'kam nevojë tani që të më ruani dhe të më mbroni? E pamundur. Ky është mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Sa herë e përsërisim dhe e qarkullojmë në ligjëratat tona dhe në përkujtimet tona rastin madhështor të Ibrahimit alayhis salam. Nëse nuk do të kishte mendimin e mirë për Allahun e lartësuar, do të merrte djalin për të çuar në vend urdhin e Zotit, atë urdhër që lëvizin prej vendit malet. Malet nuk e përballojnë dot. Merr dhe bëj kurban dhe flijo fëmijën tënd. Pa koment, pa diskutim, në mënyrë bindje, mendimi mirë për Zotin e gjithësisë. Nëse nuk do të kishte këtë mendim të mirë, do ta kishte vepruar këtë vepër ose më saktë do kishte tentuar për ta vepruar këtë vepër. Ky është mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. E njëjta gjë nëse nuk do të kishte mendimin e mirë, dakord, Ibrahimi profet madhështor, po djali, një 14, një 15, një 16 vjeçar, ja ebeti fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. O babai tim, s'ka vend tu për diskutim. Tu s'ka vend për të ndërhyrë mendimi ynë, vepro atë për të cilin je urdhëruar, do të më gjësh mua mendimin e Allahut durimtar. Pse kjo gjë? Mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Ne kemi përmendur dhe ju e dini shumë mirë rastin e asaj nëne të moshuar, të sëmur me një sëmundje që është sprov për njerëzimin, epilepsia, sëmundja tokës, e cila shkon te pejgamberi alayhis salam dhe i thotë, o dërguari i Allahut të lartësuar, lutem Allahun, jam sëmur, lutem Allahun të më shëroj. Dhe pejgamberi alayhis salam jep dhe një ofertë tjetër përveç shërimit. Bëj durim dhe ke xhenetin. Kur dëgjoj xhenetin, thotë do përballoj dhimbjen, sikletin e sëmundjes, por dua xhenetin. Dakor? Dhe pastaj ju e dini se si vazhdon haditi, mirë po lutem Allahun lartësuar që kur të rrëzohem, të mos zbulohem. Dhe pejgamberi sa më lut dhe kjo gjë ndodhi. Më thoni orë të nderuar, nëse do të kishte jo më shumë, por 1% dyshim tek xheneti, te shpërblimi i Allahut, te kompensimi i Zotit, te tregtia me Allahun, do të kishte pranuar këtë gjë? Do të pamundur, do i kishte thënë ai dërguari i Zotit lartësuar. Xheneti fitohet edhe me vepra të tjera, por leja të shpëtoj nga ky siklet dhe secili për nesh e di se ç'do të thotë sikleti i sëmundjes, i një sëmundje momentale, kalimtare, e dim se ç'do të thotë. Po nëse është kronike, po nëse ta ka vullosur Zoti si sprov, do jetosh me të, Allahu na ruaj. Prandaj mendimi i mirë, të premtimi i Zotit, të tregtia me Allahun, të vepruarit me Zotin e gjithësisë, orë të nderuar. Ejubi alayhis salam 18 vite lëngoi në shtrat. Dhe nuk ndodhte vetë ditë pas dite sëmundja përkeqësoi dhe sprova zmadhoi, egzagjeroi në fëmijë, në pasuri, në shëndet dhe kështu me radhë. Nëse ky njeri nuk do të kishte mendimin e mirë për Allahun e lartësuar, do të kishte përballuar, derisa e bëri Allahu i lartësuar, e bëri model për njerëzimin në lidhje me këtë gjë. Fema balu ithnaini, Allahu thalithuhuma. Imagjinoni armiku tek hyrja e shpellës. Ebu Bekri i thot pejgamberit alayhis salam, o dërguari i Allahut, mjafton që njëri prej tyre të uli pa kokën dhe nëna shikojnë.
Se kaq është misioni, na kapin. Thotë o Abu Bekr, si mendon ti për dy persona, Allahu është i treti i tyre. Allahu është i treti i tyre. Dhe unë jam i bindur dhe elhamdulillah Zot, çdo musliman dhe muslimane e ka mendimin e mirë për Allahun e Rasuar. Mirë, po ky mendim dallon nga një person në personin tjetër. Ne na kërkohet të kalojmë në një nivel tjetër orë të nderuar. Në një nivel të menduarit mirë për Allahun e lartësuar në momentet të vështira. Atë që mendoi pejgamberi Isa, Ibrahimi alayhis salam, Ismaili, Musa alayhis salam, inna lahu drakun. Por i thot populli, dakord e don të Allahun populli, edhe person të zogën e besimit. Mirë, po çfarë? Atë është nivel të mirë i besimit dhe mendimin këtë. Çfarë të Musa alayhis salam? Sa keni lavë, inna ma'i rabbi istirtu, ajo, kësësi. Me vetë kam Zotin, Allahu me ne, të përjapi zgjidhje, dhe Allahu rasuar i dhe Në çështje e fiskut, mendoj mirë për Allahun, në çështje e shërimit pas uljes, mendoj mirë për Allahun. Në çështje e puna duket puna janë hyrur, të gjitha rrugët e dynjas, mendoj mirë për Allahun. Në çështje të xhenetit, ne punojmë shumë dhe mendoj mirë se Allahu do ta bëjë ris xhenetin. Në çështje të triumfit të Islamit, të ummetit, të përtëritjes, zhavërimit, të ngritjes së këtij ummeti të bashkësia, nuk dëshpëroni, mendoj mirë për Allahun e lartësuar. Sepse pas vështirësisë të vi herësimi dhe vzdoj, kjo është një cikël, të përfundoj cikli. Andaj besimtari nuk është po punur, nuk është po të dëshpëruar dhe të dorëzuar. Slogani i tij, pariti i tij, fjala e tij është elhamdulillah. Falënderimi ta për Allahut të lartësuar në çdo moment dhe shikoni njerëz të gjallëruar, një nivel të fortë, një iniciativë. Njëri që imagjinoni pak dikush i cili ka në kratë të djathtë, apo në kratë të majtë, apo të dy bashkë. Njerëz me posit, njerëz me pasuri, njerëz me akses, ndjetë i qetë të sigurt, ne kemi Zotin e gjithësisë. Për ta që dhe ndojnë mirë për Allahun e lartësuar. Andaj o të nderuar, vëllai duke thënë që ne fillimisht kur kemi njohur gjithësi Zotin e gjithësisë, sa do pak se si për në shapa, al-milhidillah. Kam besuar në Allah në nësë. Duke të dzuar më shumë për Allahun, dhe kemi dashur më fajt për Zotë. Kemi krijuar një dhije të frane më të madhe, më të tërë, pastaj kemi thënë lërë dhe. Të përgjigja e Zotë, dhe kemi shpërdoshur mëllët, dhe kemi filluar të falë namazin, të mjallëgjeruar, dhe zekatën, të dërguar i fenë Allah të ajësuar, sa pedikuar, duruar, bën gjithë shka në rritë të Zotit për hirë të Allah me mendimin e mirë të Zotit i gjithësisë. Dhe kjo fjalë të qekë. Ta shtu më bëjnë hapë e jetës sonë. Dhe pastaj, ka një neshë shpelusi i Zotit e gjithësisë, jeni të gjithë për e tyre, duke mësuar, duke dëgjuar, duke jetuar ato më shumë, nga Allah më lartësuar, të mi thërë radhina billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ميره. Ani janë plotësisht i kënaqur me Allahun si Zotin e. Me Islamin si fendimet dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profeti dhe dërguari i tij. Plotësisht i kënaqur. Që dhe arritur të shkallë inshallah Zotin. Sepse mund të jetë për njerëz të cilët thonë le dej të përgjigja dhe zbatoj, po ndoshta nuk është plotësisht i kënaqur. Mendimi i mirë për Allahun e besuar të ngrehet të çonë në një nivel që nërë për dishvëri thonë të jam kënaqur me Allahun si Zot në Islam si vetë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguarin. Prandaj çdo gjë që më vjen për prekën e Zotit janë të kënaqur. Allah të së duhet e mira pash. Çdo gjë që është pjesë përbërëse e kësaj teje, fesime janë të kënaqur dhe zbatoj. Dhe janë të kënaqur që ndjetë që model, këmbë nga këmbës, dhe në dhe thaj e vota inta. Dashurin ti, profetin ti, më të madhë, më madhështorin që ka shtën në tokën e Zotit. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj që ndojmë mirë për Allahun, në çdo moment, në çdo situatë, dhe kemi për ta gjetur Zotin e gjithësisë që do ta trajtojë në të botën tjetër, sipas vendimit i njëri për të zot për Allahun. Kollaj burostan një stit të tij. Dhe Allah na përmirësoj të gjithë zëvon ton, gjuhën tonë, lëpën tona, raportet me Zotin, raportet me ndërtjetërin. Allahu që mëshiroft të gjitha ata njerëz të cilët kanë nevojë për mëshirën e tij. Allah pasuron gjithë ata njerëz të cilët kanë nevojë për pasurinë e tij, për pasurinë e Allahut.
Allahu shturoft të gjitha ata njerëz që kanë nevojë për shërimin e Allahut të rasuar dhe lut Zotin e Gjithësisë që të mburojë në mirësinë e Tij. Hapur wa tasmaun. Astaghfirullah alazim bi wa hamsa.